Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju, mesazhe pak më të thella nga letrat Lenomart dhe mesazhi juaj është drapri, të dashur peshor. Drapri është vegla e fundit apo e menjëhershme. Ajo del në lexim, në mesazhe kur diçka duhet të ndërpritet menjëherë. Absolutisht, pa më dyshje, sepse nëse lihet gjatë, do të shkaktoj më shumë dëmë se sa dobi, të dashur peshor. Por njësoj si në fush kur korrim grurin, kjo letër ka edhe një aspekt pozitiv, pastrimi i tokës për të mbjellë diçka të re. Nëse jeta po vendos përballë një situatë ku ke ndjesi se duhet të reagoni tani, kjo është letra që ju konfirmon. Në aspektin emocional, në dashuri, kjo letër tregon se një ndarje të papritur, ndoshta jo të planifikuar, ose një vendim që vjen si pasojë e durimit të gjatë. Ajo mund të tregojë një lidhje që pritet menjëherë, ose një të vërtetë që del në dritë, papritmas, ose që ndryshon, që do të ndryshojë gjithçka. Nëse nuk ka ndarje, mund të jetë një shkëputje emocionale e mbrëmshme, si një vedije që më në fund kupton se nuk mund të vazhdojë më kështu. Për një tjetër dritë, kjo letër mund të tregojë edhe çlirimin nga një marrëdhënie toksike, jo për akmarrje, por për shpëtim. Në aspektin profesional, në fushën e punës, kjo është një thirrje për vendime të shpejta dhe të guzimshme. Mund të ndodhë një përfundim i papritur, një kontrate, ndryshimi menjëhershëm drejtimi ose një vendim që duhet marrë pavonesë. Gjithashtu kjo letër mund të sugjerojë rrezik në një ambient pune ose nevojën për t'i dhënë fund një bashkëpunimi që po dëmton ecurinë e juaj. Në aspektin pozitiv, kjo letër flet për korrje të papritur, një sukses që vjen menjëherë, por vetëm pas guximit për të prerë atë që nuk të shërben më. Drapri shpirtërisht është shkatërruesi i iluzioneve në përgjithësi. Ai nuk është i butë, nuk të lë kohë të mendohesh, kur të tregon të vërtetën apo të tregon vërtetën brutale dhe të shpejtë. Është e energji që vjen si rufe dhe të ndan të shkuarën nga e ardhmja. Shpeshherë është thirrje për kufi të prerë, për largimin nga rreziqet ose për ndërhyrje të nevojshme në jetën personale, qoftë kjo në forma të jashtme apo ndërprerje marrëdhëniesh, apo të mbrëmshme, ndërprerje zakonesh dhe të shkatërruese, të dashur peshor. Lind pyetja, çfarë duhet prerë nga jeta ime që të rilind diçka më e pastër? Apo pres të më largojnë të tjerët nga një situatë kur në fakt duhet ta bëj unë hapin vet? Çfarë po më paralajmëron universi që unë jam duke e i njëruar, të dashur peshor?